Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala thumma amma ba'd. Nderuar vëllezër, selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me Allah subhanahu wa ta'ala në të takim të përjapshëm të ditës së dielën. Kemi filluar një seri të re, sikurse jeni të njoftuar dhe deri është libri Arba'in an-Nawawiyya, një libër madhështor, fillimisht pse ka përmbledh hadithet bazë të fesë, por edhe pse Allahu Azza wa Jalla ka dhënë jashtëzakonisht bereqet, dhe është ndoshta prej librave që më shumti është i pranueshëm, mësohet, studiohet, lexohet, sfjegohet në botën islamit gjithandej. E falenderojmë Allah subhanahu wa ta'ala që na ka mundësu që edhe në xhamin tonë me kalu disa çaste me këtë libër të madh dhe me hadithet e profetit alayhi salatu wassalam, në veçanti në kohën e sotit, kur njerëzit po sfjegojnë fenë forma të ndryshme, prej burimeve të ndryshme, po flasin dije, pa dije, madje po mundohen shumë raste që më bë fenë të pranueshme të tjerëve, për shembull, me ato që feja jonë nuk e ka para po, e kështu me radhë. Andaj është jashtëzakonisht e rëndësishme dashur vëllezër që ta marrin fenë prej burimeve të sigurta, siç ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, po ala dy gjëra, nëse kapeni për to, i mësoni ato, i praktikoni ato, lën të dillu abadan, s'keni me humb asnjëherë, pavarësisht sfidave, telasheve, problemeve, fitneve, nëse kapni për të dy burime, ka thonë gjithmonë keni me qenë të shpëtuar, kitab Allahi wa sunneti, libri Allahut dhe sunneti për sunneti profetit alayhi salatu wassalam. Është vëllezër, hadithi i radhës është hadithi i dytë. Pra jemi në fillim të kësaj serie. Edhe këtë hadithet transmeton në Omeri radhiyallahu ta'ala anhu. Është një hadith jashtëzakonisht madhështor, me kuptime shumë të mëdha, të rëndësishme. Madje sipas dietarëve, ky hadith e ka sqaruar krejt fenë. Aspektin e ka përmbledh, nëse nuk e ka sqaruar në tënësi, sepse feja është e gjonë, por e ka përmbledh krejt fenë. Aspektin e imanit, besimit në aspektin praktik, ihsanin dhe gjëra tjera jashtëzakonisht të rëndësishme. Po ashtu, hadithi tregon se jo të gjithë besimtarët janë të barabartë. Ka prej tyre musliman, ka prej tyre besimtar, ka prej tyre hala nivel më të lartë muhsin, i cili ibadeti i tij dallon prej ibadetit tjetër, ndoshta kështu më radhë. Pra është hadith i madh ashtu vëllezër, dhe sigurisht se ky hadith na e merr ndoshta një 2-3 ligjërata, sepse në ligjëratat kena të shkurta. Ligjëratat janë 30 minuta parafërsisht, 25 deri në 30, që ato sillen. Kështu që do të ndajmë disa tema sipas hadithit që i trajton. Thot Omer radhiyallahu anhu, kunna julusan inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'ahu dhata yawm faja'ahu Jibril. Ishim një ditë ulur tek profeti alayhi salatu wasalam, një ditë dhe erdhi një person. Faja'ahu rajulun shadidu bayadi athiyab. Erdhi një person me rroba shumë të bardha. Shadidu sawadi ash-sha'r, dhe mjekër dhe flokë shumë të zeza. La yura alayhi atharu as-safar. Pra nuk po shihet në trupin e tij, në rrobat e tij, gjurmë të udhëtimit. Sepse pse tha këtë shprehje? Sepse ishte jabanxhi. Nuk e njeh. La ya'rifuhu minna ahadun
dhe asnjëri prej nesh nuk po e njeh. Dhe një person me tesha shumë të bardha që tregon pasërtinë, me mjekër të zezë që tregon që ka kushtuar rëndësi edhe llukut ose qysh pomjes së tij, nuk shihen në trupin e tij, në rrobat e tij që ka gjurmë të udhëtimit, dhe nuk e njeh të askush për njëve. فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولد بروفيت عليه الصلاة والسلام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه dhe ul pranë tij e I vendosi gjujt e tij pranë gjujve të profetit alayhi salatu wasalam. Wa wada'a yadayhi ala fakhidhayhi dhe vendosi durët e tij në kofshat e tij. Tu ka dy shpjegime të dietarëve dashur. Sa I ka vendosë duart në kofshë të gjujt e vetë, apo të profetit të tij, si të qoftë, me afër dhe që është më shumë prej dietarëve kanë përkrahur se I ka vendosë gjujt në duart në gjujt e tij, jo në gjujt e profetit alayhis salam. Sepse është ul pra në uljen që ulmin në tahiyat. Fasa'alahu dhe e pyeti, ja Muhammed, dhe ju drejtu me emër, ja Muhammed, akhbirni anil islam, më trego mua se çka është Islami. I tha, Islami është shahadet, të shahadën la ilaha illallah, me thonë shahadet në dëshmia se nuk ka zot tjetër veç Allahut, wa ana Muhammed Rasulullah, se profeti është I dërguar I Allahut, wa tuqim as-salam, me fal namazin, me dhënë zakatin, me xhezu Ramazan, dhe me shkon hax kush ka mundsi. Tha saddaqte, të vërtetën e tha, tha gjepme, tha u çuditëm. Edhe po I bën pyetje dhe po I thot në fund mirë e ki. U çuditëm. Tha fa akhbirni anil iman, trego mua se çka është imani, tha imani është me besu Allahun, me besu me lajket e tij, librat e tij, profetët e tij, ditën e fundit dhe me besu kaderin I mirë ose jo I mirë, I jot, që është pe Allahu subhanahu wa ta'ala. Tha saddaqte, I tha të vërtetën e ke thonë. Tha fa akhbirni anil ihsan, më tregoj çka është ihsani. Tash është kjo hala shkollë më e lartë, tash vëllazër në fe. Tha al ihsanu an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan, mirësi, tash në gjuhën tonë përkthejmë, po kjo është një shprehje pak më e veçantë. Pra një grad e lartë e dinit cila është me adhuru Allahun si kurse me po. Edhe pse të nuk e shë, pas kemi si me po aj ty, aj neve në shë. Tha fa akhbirni anisa, tha saddaqt, e tha të rritë, tha më trego për kiametin, tha mel mes'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, tha nuk din pyetësi I pyetur I realisht, më mirë ose më shumë për këtë çështje se sa pyetësi. Pra ti din më mirë. Unë nuk di më shumë se që din ti. Ta akhbirni ani alamatiha, ta më trego për shenjat e kiametit. Dhe I përmendit disa prej shenjave të kiametit kur nëna e lind zotëriun e saj, ose robresha e lind zotëriun. Më mirë më thonë robresha e lind zotëriun e saj, kur I sheh njerëz të fukara të zbathur që cilët kanë rujt çoban fukara mirë, po vjen dita që ata garojnë me ndërtime të larta, praje mbadhe ju vjen pasuria. Pastaj shkon Gjibril alayhis salam dhe profeti po I pyet, a dini kush ishte? I than Allahu wa rasuluhu a'lam. Tha Allahu dhe I dërguari I tij e din. Fa hadha Gjibril atakum yu'allimukum dinakum. Ky ishte Gjibrili ka ardhur me u mësu fen. Pjesa më të shëndetshme që do të ndalim sot është vetëm pjesa e parë e hadithit dhe kjo shprehja e fundit. Disa rregulla, edukata të kërkimit të dijes bazuar në qëndjarje. Edukata
delikata e kërkimit të dijes, po edhe rëndësia e kërkimit të dijes bazuar në këtë hadith. Pastaj pjesë tjetër hadith do të marrim inshallah taala në gjatë të ardhshme. Fillim tash vëllezër, rëndësia e mësimit të fesë. Rëndësia e derseve. Andaj Omeri po thot kunna xhulusin, kemi qenë ulur te profeti. Sahabet dijen që ka pas përkundër dijes së vlerës së mendjen përgjithësisë që e kanë pas me gjithat. Omeri, Abu Bekri, thot ishim ulur te profeti sallallahu alaihi wasallam. Jen ul pranë tij me mësu dije. Dija merret prej hoxhallarëve, prej dietarëve. Nuk merret dija çka të ndëgjesh në fjalë, çka po thojnë, çka po bëhet, kanë thonë, dija merret me ul dashur vëllezër, me ul në xhami. Sahabët e ul madje Omeri subhanallahu dashur vëllezër tregon ka bën një marrëveshje me njërin prej fshinjeve të tij. Ka pas punë, thot kur jetin punë, unë shkoj në ders. Kur unë shkoj në punë, ti shkoj në ders. Me rëndësi mos më na ik ligjërata. Omeri dhe shokët e tij, dashur vëllezër, është shumë e rëndësi që fen me mësu, nuk praktikohet feja pa mësu. S'praktikohet. Ne plot të dashur vëllezër çka po ndodhin janë për shkak të mosdijes. Wallahi, dija e shmala. Në namaz të drekës, të në xhamin tonë, të e falë farzën, kërësit e telefoni e nëzirë, thanë xhamia, edhe vazhdoj. E vazhdoj namazën. Kjo është me të shti, njëri me qajt prej mërzis çfarë gjendje jemi, i moshuar. Vjen ndoshta me vitet tona në xhami dhe duke qenë namaz. Me hap telefonin, jam në xhami, thënë që ka nevojë, shumë kena nevojë për më mësu fe. Shumë kena nevojë mësu fe. Nuk mësohet feja, as me ka 2-3 minuta shkëputje, nuk mësohet feja, o vllazër. Mos e mashtroni veten. Shkëputjet janë të mira për ndaj motivim, për ndaj stimulim, për ndaj nxitje, por me mësu fejën qysh duhet, me mësu fejën mirë, duhet para hoxhës, jo para me kushtimisht, para një hoxhë që ty të flanë zemra, sepse ka nevojë, Gjibrili ka ardhur i ka ullë për para. Edhe me pyet, se TikToku ti mundesh me ndëgju në fjalë edhe të rëndësishme janë edhe ato shumë, edhe në mënyrë edhe këto çka Zoti na ka lecuar sot. Por feja dashur vëllezër, më mësu mirë dhe më mësu me rënë dhe me sqaru gjanat duhet pranë mësuesit, respektivisht pranë një hoxhe dhe jo çka do hoxhe. Hadha Gjibril. Ky ke Gjibrili, nuk merret feja për gjithkujna. Cili po flet, po thot. Kush është ai që po thot? E parë dashur vëllezër, duhet më ul për mësu fe. Kjo është përgjegjësi dhe tash është dobia e dytë dashur vëllezër, dijen me marr prej atyre që janë të sigurt. Kjo është parasia e dytë për këtë ders. Hadha Gjibril. Kjo është Gjibrili. Ibn Sirini rahmetullahi alayh, dashur vëllezër, ka thonë inna hadha al-ilm ad-din fandhuru amman ta'khudun ad-dinakum. Kjo dije është fe. Andaj shikoni për kura për merrni fen. Jo për gjithkujna merret dija. Veç që ta bën rafsh, e thot duke gojle, mirë jeti, veç vazhdo qështu. Dhe marr fen për atyre që kanë dije dhe që kanë frikë Allahu subhanahu wa taala. Dhe nuk ta bën rafsh. Por e kallzon hakun, nëse të vjen mirë, alhamdulillah, ndoshta nuk vjen mirë komentaroj çdo herë, por mundet ndoshta për momentin edhe mos me tro mirë. Thotë që kjo është haram, që kjo biznes është haram, që kjo mënyrë që shty po vepron është haram. Wallahi më e mirë është që kjo hoqë se sa ai ta bën rafsh. Do të vesh punën ti.
Në dashur vëllezër, në kohën kur është bë fitnë, kanë fillu, kjo është në shekuj të parë, kanë fillu njerëz me shpik hadithe. Ka thonë profeti, ka thonë profeti, ka thonë profeti. Është bë fitnë, ka thonë, atëherë kanë fillu dietarë çka semmu lana rijalakum. Ka thonë kush e ka transmetuar hadithin. Ka thënë ku e ke marrë? Ka thonë profeti, ku e ke? Tha filon, kush thash? Kush është ai? Po thot një hoxh, kush është ai hoxh? Nuk është feja i gore. Nuk është feja veç me bo muhabet. Feja është din, dia është din e vëllezër. Ibn Sirin po thot, el ilmu din, in hadha el ilm din. Kjo dia është fe. Andaj hoxhallarët e mëdhej dashur vëllezër që kemi këtu për rreth, e që Allah Azza wa Jall e ka ngrit edhe përmes tyre fejen, derset e tyre, ligjëratat e tyre janë shumë të rëndësishme dhe nuk duhet për pa ndonjë arsye të madhe me i lanë. Ka thënë Allah Azza wa Jall hoxhallarë dhe të dishëm për dhe të sigurt. Nuk ta bën rrafsh, ai ders, ai hoxh është pasuri, ai nuk lehet për gjithçka. Nuk lehet për të madhen arsye. Me marrë fëmijët, me marrë tritë, me marrë trejat, sepse nevoja shumë është nevoja madhe për me mësu fejen dhe me mësu për njerëzve të sigurt. Veç ati në kohën e sot është vëllezër kur vërtet janë bo hoxha në farrëmuje. Sepse gjithkush po flet, kanë folë edhe më herët. Por sot gjithë secili ka mundësi mendimin e vet me bë publik. E ka qelë ato në status edhe qep. Analist, hoxh, ku ke mësu të jera një mirë? Kush të ka thonë të qëto? E kom lexuar në internet? Ose disa e pytin tash këtë ChatGPT-n, fetva po marrin? Fetva po marrin? Fetva po marrin prej ChatGPT-s. Ka të mirë ato, ka lehtësime, nuk ka dyshim. Por dinin e fetvane do dashur vëllezër të hoxhës edhe jo gjithë secilit hoxh, për hoxhallarëve të sigurt që kanë edhe dije, po kanë edhe frikë Allahut subhanahu wa taala. Semmu lana rijalakum, andaj ka thonë njëri për dietarëve, se ne dhe që kjo zinxhiri është min e din, është prej fesë. Kjo zinxhiri që në transmetu hadithet dhe shpjegu feja është prej fesë. Por ndryshe, kish me fol dhe kish me shtu gjithë kush ka kish dashur. Jo marrë kes halal, jo marrë kes është kur gjoj, jo marrë po na jena në kos, na jena në Evropë, e na jena kështu duke fol për fenë. Dhe është vëllezër shumë e rëndësi që fenë me mësu prej njerëzve, prej hoxhallarëve të ditur fillimisht dhe të që kanë frikë Allahut subhanahu wa taala. Subhanallah, njëri për çështje të dunjallahut, për ndaj problem shëndetësor që është drejt. Vetë ndoshta ndodh shkon me shtet mas shteti, po thonë filan vend është një mjek i mirë. E përvojsh të mirë, apo interesohesh? E përvojsh të mirë, apo interesohesh me të kallëzu fejnë, a bën që kjo as bën? A veç me këshirë masa ka po shkon? Po shkojnë marë po bëj ka. Nërsa me të rohë ndonjë të lashe e shëndetit, nuk len guri për e që dhejt visht e aj, që tu kena ambullon, të tja, filan venin ish një mjek. La nuk flenë zemra gjithkun. Andaj të shëllëzër fejnë do të me pas kujdes, prej kujna me marë. Është transmetu goj me goj. Allahu i ka folë Gjibrilit, Gjibrili ka ardhë përshenja dhe vend hadithi, ka ardhë i ka folë Muhammed a.s. Dhe ma nësëram ja ka spjegu shokëve ti, dhe kështu është transmetu. është transmetu fillimisht Kur'ani dhe është rujt, pastaj edhe hadithet e Profetit a.s. por edhe dija edhe sqarimet. Një përgjithë është vëzë tjetër shumë e rëndësi që është një rregull që realisht e ka thonë Imam Maliku një fjalë shumë të artë,
Dijen duhet me kërku. Dijes duhet me shku, jo me të ardhë. Mos pret e shtëpia me të ardhë hoxha me të mësu. Mos pret ne. Dijes duhet me shku ka bereqet. Dijes duhet me shku ka bereqet. Andaj nuk është njëjtë. Edhe në aspektin e kuptimit, edhe të bereqetit, sikur se me shku në xhami, ose me shku në filën me xhlisi ku ka, sikur se me ngut e shtëpia, komën mi kom ka është me ngut njëtin ders. Nuk është njëjtë. Njëjtat fjali thot. Njëtin ders e ngon. Po ndryshe është kur të hesh në xhami e kur të shkojsh bereqeti. Andaj Khalife e muslimanëve Harun al-Rashidi i ka thonë Imam Malikut rahimahullah, cili ka qenë mësues i hadithit në xhamin e Profetit sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë hajde Khalife udhëheci. Ka thonë hajde më shpjego hadithe. Subhanallah, na ku me xheza që na thot na udhëhec, hajde mëson diçka për thi. Veç ana thirr heq mirë po. Imam Maliku që e ka thonë innal ilma yu'ta wa la ya'ti. Dijes i shkohet e nuk të vjen. Ja, ndash dije, hajde ti. Ndash dije do të me shku. Do me shku nders. Qysh me mësu, qysh me kuptu fen, pa prezentu një gjëra, qysh me kuptu, ka. Shpallja nuk zbret mo. Shpallja është nol. Me vdekjen e Profetit më shpallje nuk ka. Mos pritni as juve, as familjes, ndoshta dikush nuk ka hiç nevojë. Po ka nevojë djali, po ka nevojë nipi, po merrem me veti. Imam Maliku po i thot Khalifes, mos e pakon kështu, ja kish barrash. Ka thonë dijes do të më shku, o Khalife, ndrejt do hapa, hajde këtu. Atëri ka thonë Harun al-Rashidi në povi, që atje në zyre të imamit, dikon jo kështu publikisht se Khalife, dhe ka pranu Imam Maliku rahimahullahu ta'ala. Pra e ka mësu për një ders të veçantë ja ka bo. A moj, si ka shku në palat, po ka orë dhe ajo shtullë, në shtullë në xhami. Dhe thëtë pastaj Khalife, thëtë subhanallah, thëtë, kam përfitu prej teje, çka nuk kam përfitu prej të tjerë të cilët kanë ardhur me xhles të on atje dhe kanë shpjegu fe. Dijes i shkohet është pëzër. I shkohet. Djetarët kanë shku me mira kilometra për një hadith prej Medinës në Egjipt. Ose në Sham. Kanë shku ka qenë njëri prej sahabive atje dhe kanë dëgju një tjetër një hadith, po thojnë, e ka transmetu filoni qëtë hadith, ku është ai është në Egjipt. E ka marrë kalin nëse deve në shku, me ditë tona të shtëpia. Salamu alaikum, alaikum salam. Mirë se erdhe, o shok i Profetit thonë, jesë kam vakë me nejtë të veç erdha me vërtetu qëtë hadith. A është e vërtet që ti e kënë dëgju prej Profetit, ka thonë po, salamu alaikum, eca. Din është kja. Shkohet këtu, shkohet atje, shkohet për din, shkohet edhe në Afrikë, edhe në Azi, edhe dini është pasuria më shtrejt që ka besimtari. Andaj do të me kushtu të shudëzër edhe ndësi ka gjashu. Nuk mësohet feja me një hytve, 7 minuta, 8 minuta. Tema ndryshme, hersh tema aktuale, uvron, suvron, dhuna, do të me trajtu tema shumë normale, tema që kanë bojnë me realitetin. Po jesin shumë gjana pa spjegu. Ndë të shudëzër, ndijes me shku, edhe me shku, por edhe me marrë antarë të familjes sa të keni mundësi. Wallahi të shudëzër, kjo begati, ose kjo begati që Allah në ka qu, është të metë, ka me kanë edhe përgjithsi. Kena mu pytë, tri legjerata, 3 mësuse dhe një mësus. 2 hoxhallar dhe 3 mësuse, po mojnë mësim
çdo 2 ose 3 mrena dite. Kena me dhonë llogari. Ditën e gjykimit. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im. Pastaj Allah keni më pyet për begatit, apo mendoni se ka begati më të madhe se sot xhamia dhe sot dia s'ka. Na mendoni se kena më pyet veç për telefonat e kerrët, edhe për ato kena më pyet. Por kena më pyet edhe për diçka më të madhe që Allahu na ka thënë te hoxhallar, këta hafuzlar, e këta mësues dhe këta mësuese dhe në orë po mësojmë për çdo ditë. Për çdo ditë, 7 ditë në javë ka mësim. Por ku janë nxënësat, ku janë djemët, i kur shtot jo shkolla ka kohën e vetë. Kjo është e rëndësishme për dynja, për ahiret. Pas e dashur vëllezër, një edukat tjetër ose një porosi me sa shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Nga kjo hadith është se mezhliset e dijes ka një autoritet, ka rregull. Nuk shkohet gjithçysh në xhami. Në xhumo hiç. Nuk shkohet në xhumo. Nuk shkan besimtarin në xhumo pa dolla të shkurtë, ose me majica të shkurta, ose me rroba leoni so për vetin gjyks. Nuk shkohen në xhumo valla. Nuk hihen në xhami me tesha, me rrobat pa pastërta, me çorapa pa pastërta, me sakos pa shaka një herë. Subhanallah. As nuk ulet gjithçysh. Gjibrili me laçe. Gjibrili është ardhur dhe është ullë në gojë. Është ardhur dhe është ullë në gojë. Dhe në fund çka tha? Hadha Gjibril ka ardhur me mësu fen. Nuk merret. Ka një herë disa sot elhamdulillah pak më mirë. Ka një herë që te po ullë. Në fund 30 metra gati ko për e tu që ti. Qa ti e shkon rrën edhe po të ngërë. Sigurisht edhe për ato që flet nuk është e mirë. Por nuk është e mirë me dijen, me fjalët e profetit, me fjalët e Allahut, kjo nuk është e mirë. Imam Aliku rahimahullahu ta'ala shallazër kur ka dalë me mojt ders në xhamin e profetit alayhis salam, ka shpjeguar hadithe, sa herë ka dalë, para se me dalë është pastruar dhe ka qitë parfum. Sepse po shpjegon Kur'an dhe hadithe. Dhe nëse ka ndodhur që dikush e ka ngrit zonin, e ka lexuar fjalën e Allahut azza wa jalla, ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. O ju që keni besuar, mos e ngritni zonin mbi zonin e profetit. Mos e ngritni zërat tuaj mbi zonin e profetit, ka thonë kur mësohet hadithi, shpjegohet hadithi, ka thonë profeti, nuk bani kërë me thonë, unë e pa thëmë qështu, po kush je ti Allaja? Shëllëzër, mezhliset e dijes kanë hejbe, kanë autoritet, kanë rregull. As nuk ulet gjithçysh. Sa është e rronë për shembull kur e shet, edhe mos me konë djeliri, edhe plaku veç nëse ka në arsye të madhe, po pleqt nuk ju ndodh kjo pleqve. Me të shtre konë për para 2 metra, kjo veç në kohën e sotit më ndodh. Nders. E hala marën, e nxjerrë edhe telefonin. Edhe ti ka shtre konë për para, edhe kështu telefon, e ti maj ders tani. Përse nuk e kirenet, s'pa mundesh me mejt. Ai që s'mundet, ai ka arsye dhe namaz, edhe më pështet, edhe më ullë në karrika, e është tjetër. Por, në mezhliset e dijes ka rregulla, ka edukatë dashur vëllezër. Ndaj me pas kujdes, edhe më vesh bukur, edhe me përdor parfumin, përgjithësi për shkanjerin në xhami, e mos më ndi e keq ai që është afër.
Është dozër për ata dietarët, sikur se Imam Malik e plotës vërtet, e kanë ngrit, e kanë vlerësu dijen e Allah ju ka dhënë bereqet. I ka thonë njëri prej nxënësave të tij, kur po e shkruante Imam Maliku librin e Muwatta. Muwatta është njëri prej librave të Malikut që ka përmbledh hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, o Imam, pse po e shkruan këtë libër plot kohë për atë që e kanë shkruar? Shumë kohë që si libra. Që me tjetër, ose s'ka me pas, s'ka nevojë, ka thonë, me kane lillahi i yabqa wa ma kane li ghayrihi yafna. Ka thonë, ajo që është dhe bëhet për Allah mbetet, kurse ajo që bëhet për një tjetër, ajo drejtet. Allahu në lutja Rabbel Alamin, dhe në forcohet dhe në mundësohet që një tjetër do shëllëzër një edukatë e rëndësishme, është të eddubu me ulema, edukata me hoxhallar dhe me dietar. Gjibrili është ullë, në gojë ka ullë për para. Profeti alayhis salam, sepse ka ardhur me kërku dije. Edukata me dietar, ndëruar vëllezër, është pjesë shumë e rëndësishme që Allah azza wa jall me dhamë bereqet. Edhe mos i mirë, edhe me respektu me qëndi dietar të mëdhenj, xhallar të mëdhenj. Mos i thirr namen, as mësuesin, as hoxhën, pas ato që është më shumë, ka shprej edukatës. S'pe përmani tash disa jo që është thirr namen, po dhe jam një shkurtor. Edhe jam një shkurtor, si me pas shok klasës, alamet hoxhe. As emrin e plot nuk e thot. Gjysjene. Pse kështu? E kam jara, e du shumë. Por shka kjo punë me emocione dhe me qefi. Është pjesë e fesë, do shumë të zërë. Është pjesë e fesë. Miftin ndëruar, hoxhin ndëruar, profesorin ndëruar, mësuesin ndëruar, edhe nëse si thuj ndëruar bile, janë namer. As prindit dhe buhrera i ka po 2 vetë duke hecë 2 burra, ka thonë qka e ki, to ka unë e kam bo. Ja ka kanë thu disa. Ka po të hecë, ka po që nuk është të shkumje. Ka thonë, mos e thërë namen, mos hecë për para. Edukat, mos hecë para babe. As mos e thërë namen. Kemi shumë nevoj qonë atë fesë në mësu, por kemi shumë nevoj edhe edukatën në mësu. Birë, babë, sa dini njerës pa kur farë, pse mërim kemi ro kaq poshtë, të e pas fejnë, kulturën, edukatën, pse jemi bo pasuës të dhebër të gjitha asaj qka të nina në për e qka bojnë të tjere. Mos e thërë namen, mos hecë para ti, mos e ullë para ti, nëse jeni me një me gjilis, mos e ullë para ti. Po bashtaj, naun është ajo. Në da shumë të zërë, edukata me hoxhallar, me dietar është shumë e rëndësi, edhe me i thirë, edhe disa për shembull ta bën një pyetje, edhe nëse kanë ta qenë ato tjetër pikpyetjen, kisha jetu një ajo, unë të pyeta diçka, ose të bën tur me të hinë për mas, po është një farani pak, ka mundësia, ki kohës, a bëna, pra me pas edukatën në përgjithësi mes njerëzve, por në veçanti me ata që Allahu ju ka dhënë diçka që atë nuk e ki. Me mësuesin, me hoxhen, me ato që është më i moshuar, bace, agje, haxhije, e kështu me radhë. E ceka dhe më herët,
kërkuesi i dijes duhet më ulë sipas edukatës në mezhlisin e dijes, me qenë i thjesht, pavarësisht të postit, të pozitës, statusit që ka, dhe me qenë i thjesht, sikurse ka vepru Gjibrili alayhi salatu wassalam, zbukurimi, veshja rrobave të mira, parfumosja, pastrimi, të janë shumë të rëndësishme për kërkuesin e dijes, më ul afër mësuesit, afër hoxhës, jo më ul nëpër qoshe, ose do të rrinë xhamatje jashtë në hije. Vjen një orë para xhamosë dhe ulet rrinë në hije, ta ambullantë. Edhe që ata nesër ankohet, thotë e zgate pak. E ka zgate, ti do këtë gratë, sa i si ka men në xhami hiç. E për cilë se të odën që po bëhet, ata që po vinë për arsyet ndryshme është në rregull, është në punë, është në orë punës, vjen e kanë umetet e jashtë, na ai nuk duhet me qërtu. Por dikush që ka është i lirë, ja ka mundsu Allah azza me kanë ditën e xhumo, janë që më hanë safën e parë, rënë atje, as në xhamia, në fund. Gjibrili ka urë për para, dhe ja ka pështet gojt me gojt profeta a.s. Sepse kjo është vëllezër edhe ma ofër me mësu, me kuptu ma mirë, edhe me shëru nëse ka nevoj e kështë më radhë. Një dykot është vëllezër rëndësishme çka është, po ashtu është me shiqu mësuesin e hoxhën e kur të flet, mos më marrë në diçka tjetër. Nuk është edukative, hiç nuk është edukative, kur dikush flet me ty, e te tjetër ka. Nuk është në rregull. Madje është në nënçmuese. I ardh edhe në telefon. Nuk është nënçmuese, është do të me pasë kujdes që edhe më ullë, por edhe me ndëgju, por që është një edukatë e rëndësishme është që mos me ndërprej derisa ta përfundon fjalën, mendimin, përgjigjen e kështu me radhë. Tregon çka është Islami, e ka ndëgju. 1, 2, 3, 4, 5. Tregon çka është e kështu me radhë. Por që është vëllezër një mësim shumë i madh, shumë i rëndësishëm, lejohet me pyet hoxhën, të diturin, për diçka që ti e din, por ki për qëllim që me mësu dikush në mezhlis. Për shembull, jemi në mezhlis, është në hoxhë i madh ato, e ki nevoj me mja u spjegu xhamatit nëjtë që është që ti e din përgjigjen. Hoxhë çka ta mërmenja për qëto, ti e din, po për qëllim e ki e dikush tjetër me mësu. Jo me rënu kërkon, po me njetë mirë. Andaj Gjibrili e ka pyet profetin edhe pse vetë e ka ditë. E ka pas për qëllim që më tregu të tjerë. Kjo është shumë e rëndësishme. Pyet ka njëherë për më tregu të tjerë që ti dështa diçka din, pastaj kjo është një metodë e mësimit përmes pyetjeve, duke i bërë pyetje. Njëra prej metodave që pra është e ka përdorur Gjibrili me profetin selam, i bën pyetje, thunë zonësit për shembull, nëse dëmë të rrek vëmendjen pak më shumë. Ka njerë. Ja bën një pyetje tani ai me njerë, pra ja të rrek vëmendjen. Është njëra prej metodave të mira që përdoret në mësimdhënie. Të mësuarit përmes pyetjeve, po ashtu është vëllezër rëndësia të pyeturit, disa besimtarë ose njerëz ndoshta me vite, ndoshta plaket edhe des, edhe u fal në xhami e nuk e ka pas qartë. Një çështje poshtë u ushtu me vetë hoxha çfarë ka shku.
pyet. Nëse ngushtohesh publikisht, privatisht, me mesazh, tash Zoti ka lehtësu edhe përmes mediave, asnjë kushim lehesh. E thirr në telefon, çka të hoxhë nderuar për çet çështje. Ta kallzon ti te shtëpia ai, pra me rëndësi është me pyet dashurëzë dhe mos më ngushtu, sepse çu kanë thonë, janë disa persona që s'kan mundësi të mësua asnjëherë. Ai që ngushtohet me pyet, edhe ai që është mendje e madhe. Mendje e madhe s'pyet. Tash unë mi kallzu këtyre që mos çon spedi, kjo është e rëndë. Rreqa është të pra xahel. Ose ngushtohet, ka mundësi më ngushtu publikisht, po do të më gjetë mënyrën që me pyet dhe me sqaru ato që ka nevojë. Këto do shëllozër ishin disa mësime, porosi, nga një pjesë ose nga mënyra që ka rrjedh ky hadith, prej orës së Xhibrilit, ulja e Xhibrilit, pyetja dhe në fund fjala e Profetit sallallahu alajhi wasallam që tha, ky është Xhibrili, ka ardhur për mua mësua juve, që t'ua mësoj juve fen. Allahu ju nderoj të shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.